Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për mërzitjen dhe llojet e saj. Bëhet fjalë për një ndjenjë që i prek të gjithë. Ajo mund të jetë e lehtë ose ndonjëherë dhe shumë e fortë, duke çuar në procese veçkarkimi ose forma shumë të mprekta të depresionit. Mërzia në disa raste mund të jetë e dobishme, sepse ajo e shtyn atë që e provon të vërë në lëvizje një seri mekanizmash krijues. Në vitet e fundit, këtë problematik e kanë analizuar shumë studime që janë bërë. Llojet e mërzitjeve, mërzitje e pafund apo e parëndësishme. Kjo mërzitje është e lidhur me ata njerëz që duken të qetë, që me vullnetin e tyre kanë tendencë të izolojnë veten nga pjesa tjetër e botës dhe se në bazë të kësaj gjendje të dëshiruar arrin të mërziten. Mërzitja e kalibruar. Në këtë lloj mërzitjeje ka një mas të caktuar. Njerëzit jetojnë një gjendje shpirtërore në të cilën mendimet vetjake nuk kanë një objekt preciz, mbi të cilin mund të mbështeten. Prandaj nuk dihet se çfarë mund të bëhet dhe përpjekja për të gjetur një zgjidhje të vërtetë është zero. Bëhet fjalë për persona kryesisht pasiv. Mërzitje kërkimore. Kjo lloj mërzitje paralajmërohet nga një ndjenjë shumë e pakëndshme që reflekton një lloj shqetësimi të madh apo ankthi. Personi i mërzitur e di që është i mërzitur, por do të gjejë mënyrë për të dalë nga kjo gjendje. Në këtë rast bëhet fjalë për njerëz aktiv. Mërzitje reaktive. Personat që vuajnë nga kjo lloj mërzitje kërkojnë në çdo mënyrë të shpëtojnë nga gjendja e tyre, duke evituar njerëzit që u qëndrojnë përreth. Kanë një reagim me subjekt nervozizmi dhe agresiviteti. Mërzitje apatike. Kush është i prekur nga kjo mërzitje ka një mungesë të ndjenjave si pozitive ashtu edhe negative, por edhe një ndjenjë pafuqie ose një gjendje depresioni të rëndë. Nga se vjen dhe nga se varet gjendja e mërzisë. Në një studim të fundit, disa kërkues janë përpjekur për të kuptuar proceset mendore që qëndrojnë në bazën e gjendjes sonë shpirtërore, sidomos kur bëhet fjalë për mërzinë. Qëllimi ka qenë të jepet një përkufizim i saktë, që mund të aplikohet në një variacion të madh strukturash, që bëjnë pjesë në të përballuarit e përditshmërisë. Megjithse mërzia shpesh është e lidhur me ndjenja pakënaqësie dhe trishtimi të përkohshëm, kjo mund të zbutet nga ndryshime të vogla të rrethanave. E gjitha kjo mund të jetë kronike dhe treguese e një stresi të vazhdueshëm që me kalimin e kohës mund të sjellë pasoja domethënëse si për shëndetin dhe për mirëqenien e atyre që na rrethojnë. Mërzia në ambientin e punës mund të shkaktojë incidente shumë serioze. Mjafton të mendohet për punën e zgjatur të mjekëve apo itinerare të gjata që shumë shoferë duhet të përshkojnë në rrugë. Nga këndvështrimi i sjelljes, mërzia është e lidhur me problemet e kontrollit kompulsiv, marrjen e drogave apo abuzimin me alkool. Një ndjenjë e tillë është e lidhur me pasoja si shtim shqetësues i peshës ose në raste ekstreme me vdekjen. Sidoqoftë, sado që jemi të vetëdijshëm që mërzitja mund të shkaktojë probleme serioze, studimet shkencore mbi të mbeten të limitura. Ende dhe sot mërzitja mbetet një ndjenjë që s'kuptohet shumë. Megjithse një studim i fundit i Johan e Astveld në Kanada e cilësojnë mërzitjen si një gjendje të pazakontë pritjeje, ku jemi kryesisht të paaftë për të ndërmarrë një aktivitet që na jep kënaqësi. Simptomat e mërzisë janë specifikuar si vështirësi për të pasur vëmendje ndaj bashkësisë së informacioneve të brendshme, si mendimet apo ndjenjat, por dhe ndaj informacioneve të jashtme
që vijnë nga stimujt e ambientit dhe nga rrethana që do të kërkonin një pjesëmarrje aktive. Për më tepër, duket se jemi të vetëdijshëm për vështirësitë e të qenit të vëmendshëm dhe besojmë se ambienti rrethues është i përgjegjshëm për gjendjen tonë alarmante. Kush nuk ka thënë të paktën një herë kjo punë është e mërzitshme apo nuk shtyhet fare. Studiuesit janë plot besim se duke integruar disa fusha të neuroshkencës, të psikologjisë sociale dhe psikologjisë klinike, është e mundshme të arrihet një njohje më e madhe e gjendjes së mërzisë, si dhe gjithë atyre fenomeneve të lidhura me të.